Një kontroll i befasishëm është zhvilluar sot në ambientet e burgut të Durrësit nga forcat speciale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në bashkëpunim me SPAK-un dhe BKH-n. Gjatë kontrollit në godinën B është konstatuar dhe sekuestruar një aparat celular tip iPhone 17 Pro Max, së bashku me një karikues dhe një fish lidhëse të improvizuar. Pajisja është marrë në cilësinë e provës materiale dhe po administrohet sipas procedurave ligjore. Vox News shkruan se iPhone 17 Pro Max i përket të burgosurit Klevis Hoxhosmani, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende një konfirmim zyrtar lidhur me pronësinë e pajisjes. Hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat e futjes së sendeve të ndaluara në institucion. Klevis Hoxhosmani është në një lidhje me Keida Ayazin, vajza e Majlinda Bregut, ish ministre e integrimit evropian dhe ish deputete e Partisë Demokratike. Por çfarë njoftoi sot Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve? Në vijim të kontrolleve të befasishme dhe të intensifikuara të ushtruara nga forcat speciale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, në bashkëpunim me SPAK-un dhe Byron Kombëtare të Hetimit, është evidentuar një rast i posedimit të sendeve të ndaluara në ambientet e JVP Durrës. Gjatë kontrollit të ushtruar në godinën B u konstatua dhe sekuestrua një aparat celular tip iPhone, së bashku me karikues dhe fish lidhëse të improvizuar. Lidhur me rastin janë kryer veprimet procedurale përkatëse dhe është mbajtur proces verbal për bllokimin dhe sekuestrimin e sendeve të ndaluara. Strukturat e specializuara në koordinim me SPAK-un e BKH-n po vijojnë hetimet dhe procedurat e mëtejshme sipas ligjit. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve mbetet e angazhuar në forcimin e sigurisë në institucionet penitenciare dhe në goditjen e çdo paligjshmërie brenda sistemit. Hetimet disa mujore të SPAK-ut në bashkëpunim me autoritetet ligjbetuese ndërkombëtare çuan në goditjen e një rrjeti të madh kriminal të përbërë nga 16 persona. Sipas SPAK-ut, grupit janë sekuestruar mbi 6 ton kokainë, me një vlerë tregu që kap shifrën e 411 milionë eurove. Organizata funksiononte me struktura të qarta dhe linja të prapura në disa shtete të Europës. Në pranga, ran vëllezërit Klevis dhe Artur Hoxhosmani, biznesmeni Ermir Ndrejaj, Ilir Lloshaj, ndërsa Plarender Vishaj dhe Erion Ali janë njoftuar për masën në burg. Arrestimet janë kryer në Palas, Elbasan dhe Tiranë, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar rolet konkrete të secilit antar të rrjetit.